ne duhemi njëherë e përgjithmonë ta kuptojmë rolin dhe rëndësinë e bujqësisë, se me të duhet të merren vetëm ata që meritojnë. Bje fjala, pse mos të ndihmohet fermeri në kompletimin e dokumentacionit, në planet e biznesit, në shumë letra që i kërkohen, domethënë të lehtësohet këtë incentiva, jo shumë birokratike, por shumë praktike, sepse shpesh herë ai edhe nuk ka kapacitet ti hartoj ato, edhe nuk ka shumë kohë më marr me ato, por që të sjell rezultate. Ose kundërta, nëse ai të sjell një numër të madh të letrave që i ka hartue, përpilue, kopjue, tjera, dhe përfiton të mirën materiale, domethënë në këtë rast grantin, subvencion, ose premin, ose çka do qoftë ajo, dhe nuk jep rezultat në praktik, cila është logjika që ti domethënë e ke bën një punë tillë, sepse GDP-ja ose bruto prodhimi vendor është alfa dhe omega që duhet të shtohet. Vetëm kështu mund ta ulim importin që edhe sot e kësaj dite e kemë të lartë dhe të sigurojmë pak më shumë ushqim për nevojat tona vendore. Janë marramend se çmimet e importit në zërim të qumshti, në prodhimet e qumshtit, të mishit, në prodhimet e mishit, të vezët e tjera. Po në anën tjetër, a kanë lëvizur çmimet edhe në furnizim, me plera, me farërat, si gjendja e cilësisë, por edhe çmimet e tyre. Ato deshta me thonë me lidhje edhe me atë pyetjen paraprake se nuk të përgjigja saktë sa duhet. Shumë sene nuk mbarën prej nesh. Nëse flasëm domosdoshmë për atë bujqësinë bio, që thati organike dhe konvencionale, vitin e kaluar isha në Gjermani dhe profesor Reineri tha shkalla e zhvillimit të Gjermanisë dihet çfarë është, dikon mbi 90% ne kemi edhe sot e kësaj dite prodhimtarinë konvencionale. Pra që të ngupet popullata me ushqim, me prodhimtari organike, me këtë numër marramendës, është bukur e vështirë, dhe e dyta të ajo organike duhet plotësohen goxha shumë kritere për prodhimin bio, që të njëjtat mos jenë të kontaminuara, mos jenë afër qendrave industriale, mos ketë domethënë kontaminim biofjak. Te ne çka kemi kontaminues në Kosovë, mund të jetë një prej kontaminuesve, keko, feronikeli ka punon, nuk e di apo punon as punon për momentin, trepça, cimentoria në Lezhon si kontaminues më të mëdha njihen. Dhe BE-ja ka rregulla të caktuara. Ne mund të bëjmë hile në një prodhim të caktuar në mes vete. Tregu evropian, nëse nuk i plotëson standardet ushqyese të përjashton, dhe ka një esenciale që lidhet këtu, që shumë njerëz domethënë e dinë, po nuk e zbatojnë. Nëse rregullohen problemet në bujqësi, nëse përfillen standardet ushqyese, nëse përmbushen kriteret për prodhimin e caktuar, atëherë problemet në mjekësi janë më të vogla. Edhe është e kundërta. Nëse këtu kemi shumë probleme, përdorim enorm të pesticideve, përdorim të paligjshëm të hormoneve, paraditje të pjekurive parakoshme e tjera, atëherë përfitimi material i individit që i bën ato mund të jetë për momentin ose për vitin i caktuar, por problemet në mjekësi janë goxha të mëdha, qoftë në kuptimin kancerogjen, qoftë në kuptimin e obezitetit, qoftë në kuptimin e sistemit traktit digestiv, sistemit kardiovaskular, pritën atake të ndryshme